Bismillahirrahmanirrahim. Në vijim do të ofrojmë një konspekt të librit të autores Diana Dark titulluar Stealing from the Saracens: How Islamic Architecture Shaped Europe. Të vjedhur nga Saracenët, si e formsoi arkitektura islame Evropën. Libri i Diana Dark ofron një kundër narrativ të fuqishme ndaj historive eurocentrike të arkitekturës, duke argumentuar se shumë prej ndërtesave më ikonike të Evropës, veçanërisht ato të klasifikuara si të stilit gotik, janë borxhlie ndaj risive arkitekturore që kanë origjinën në botën islame. Teza kryesore e saj është i qartë dhe e pa ekuivok. ADN-ja arkitekturore e monumenteve mesjetare dhe të hershme moderne evropiane nuk është thjesht evropiane, por është thelbësisht e formësuar nga trashëgimia kulturore e botës arabe dhe islame, veçanërisht nga rajoni mesdheu lindor dhe i Spanjës islame. Siç thotë dhe autoria, askush nuk e zotron arkitekturën, ashtu siç askush nuk e zotron shkencën. Këtë deklaratë vendos kronizën për qëllimin e saj më të gjerë, që nuk është të zvogëlojë shkëlqimin arkitekturor të Evropës, por të korrigjojë regjistrin historik, duke nxjerrë në pas se sa thellë janë ndërlidhur traditat islame dhe evropiane, veçanërisht në fushën e arkitekturës sakrale dhe monumentale. Vetë titulli Stealing from the Saracens, të vjedhësh nga Saracenët, edhe pse provokues, është menduar për të sfiduar supozimin se katedralet, pallatet dhe monumentet civile të Evropës janë produkte krejtësisht të brendshme evropiane. Termi Saracenas, një etiketim mesjetar për muslimanët me konotacione negative, përdoret qëllimisht nga autoria për të kujtuar historinë e gjatë të mohimit apo fshirjes së kontributeve jo evropiane në formimin e stilit të ashtu quajtur kombëtar të Evropës. Autoria nis studimin e saj me zjarrin e vitit 2019 në katedralen Notre Dame në Paris, një tragjedi që shkaktoi pikëllim dhe reflektim mbi rëndësinë e saj arkitekturore dhe kulturore. Duke e kapur atë moment kulturor, ajo postoi në Twitter se shumë prej veçorive arkitekturore të katedrales, si fasada me dy kulla dhe harqet e mpreta, kishin origjinën në lindjen e mesme, veçanërisht në ndërtesat siriane, kristiane dhe islame. Reagimi ishte i menjëhershëm dhe i ashpër. Megjithatë, ajo deklaratë u bë fara për një argument më të plotë, një vëllim prej 400 faqesh që çon lexuesin në një udhtim të gjerë përmes kohës dhe hapësirës. Nga Siria para islame në Francën gotike, Firenzen e rilindjes dhe Londrën viktoriane. Veçoritë arkitekturore që shndrojnë në zemër të argumentit të saj përfshin harqet e mpreta, kupolat me brinj, majat, xhamat me ngjyrë, dritaret roz, harqet me tre ngjyra, trefoil e kështu me radhë, dhe madje edhe teknikat e ndërtimit të kupolave. Të gjitha këto, sipas Dark, mund të gjurmohen drejt për së drejti ose tërthohezi tek paraardhës më të hershëm në botën islame. Për shembull, ajo thekson se harqet trefoil, që shpesh shihen si simboli i Trinisë së Shenjtë në katedralet evropiane, në fakt shfaqen në arkitekturën islame shumë shekuj më parë. Një nga rastet më të forta të saj është kupola e shkëmbit në Jeruzalem, e ndërtuar në fund të shekullit të 7, një monument që kryqëtarët e mesjetës gabimisht e identifikuan si tempullin e Solomonit. Ky interpretim çoi në imitime të përhapura në kishat evropiane, veçanërisht ato të ndërtuara pas kryqëzatës së parë. Siç shkruan edhe autoria, kryqëtarët që morën Jeruzalemin në vitin 1099 arritën ta keq interpretonin kupolën e shkëmbit si tempullin e mbretit Salomon, dhe më pas e përdorën si model për kishat që ndërtuan në vendlindje. Po kështu, xhamia me vite në Kordovë, me harqet e saj të formës së patkojit, ngjyra dy tonale dhe kupolat e brinjëzuara, ndikoi ndjeshëm në katedralet italiane, veçanërisht në qytete si Pisa, Palermo dhe Venecia. Fasadat me dy ngjyra që u bën të njohura në arkitekturën romanike dhe gotike janë, sipas autores, jehona të qarta të stileve më të hershme islame. Ndërsa në Venecia, ciceronët shpesh përmendin ndikimin lindor, autoria shkon më thellë duke sjellë analiza historike dhe teknike që e mbështesin këtë ngjashmëri vizuale. Një tjetër figurë madhore në tregimin e saj është Christopher Wren, arkitekti i famshëm anglez i katedrales së Shëmpalit në Londër. Ky arkitekt në shekullin e 17 e quante arkitekturën gotike si stil Saracenas, bazuar në studimin e tij mbi ndërtesat dhe parimet arkitekturore islame. Ai e hodhi poshtë stilin gotik dhe preferoi një stil klasik, por që ende kishte ndikime nga arkitektura islame, veçanërisht në ndërtimin e kupolave. Sipas autores, kupola e Wren u mbështet në teknikat e përsosura në xhamitë të Stambollit dhe u frymëzua nga vepra e arkitektit Osman Sinani.
Transmetimi teknologjik është një shtyllë qendrore e argumentit të autores. Arkitektura islame, sipas saj, nuk ishte vetëm estetikisht mbreslënse, por edhe shkencërisht përparimtare. Ajo i kushton disa kapituj dijes matematikore, gjeometrike dhe inxhinierike që u zhvilluan në oborret islame, veçanërisht në Bagdad dhe Kordobë, dhe se si kjo dije ndihmoi në përparimin arkitekturor në Evropë. Një nga pasazhet më bindëse përfshin një krahasim mes qasjes së Vitruviusit në Rom dhe qasjeve të zhvilluara nga arkitektët musliman në Andalus. Sipas autores, në Kordovën e shekullit të 10 u zhvilluar një qasje krejtësisht e re matematikore ndaj arkitekturës, duke përdorur trekëndsha barabrinjes dhe gjeometri për të krijuar një rrjet hapësinor, ku të gjitha pjesët janë të barabarta dhe njëkohësisht pjesë e një hapësire të vetme të bashkuar. Kjo, sipas saj, ndryshon rrënjësisht nga metoda romake që ndërtonte hapësira të izoluara dhe simetrike. Qasja islame solli një stil të unifikuar dhe të integruar gjeometrikisht, që më vonë u adaptua nga arkitektët gotik, edhe pse shpesh pa vetdije për origjinën e tij. Autorja e librit ndalet gjërësisht në rastin e Venecias, të cilën ajo e paraqet si një shembull të huazimit të qëllimshëm. Duke cituar historianë të arkitekturës si Deborah Howard, ajo shpjegon se ndërtesat veneciane, duke përfshirë pallatin e dogëve, huazuan element të fasadës, dritaret dhe madje edhe materiale ndërtimi nga bota islame. Nuk bëhet fjalë vetëm për përhapje përmes tregtisë apo luftës, por për një zgjedhje estetike dhe materiale të vetë arkitektëve venecianë. Adoptimi nga venecianët i stileve islame ishte një zgjedhje e qëllimshme dhe e vetëdijshme, shprehet ajo. Rrugët përmes të cilave ndikimi arkitekturor islam arriti në Evropë ishin të shumta dhe të ndërlidhura. Kryzatat, Spanja islame, Sicilia normane, rrjetet tregtare të Venecias dhe rrugët e pelegrinazhit shërbyen të gjitha si kanale të shkëmbimit të dijes dhe stilit. Këto shkëmbime nuk ishin gjithmonë paqësore, shpesh ndodhen përmes konfliktit, pushtimit apo kolonizimit, por ishin të qëndrueshme dhe transformuese. Është e rëndësishme të theksohet se autorja e librit nuk argumenton se Evropa nuk ka dhënë asgjë origjinale në arkitekturë apo art. Qëllimi i saj nuk është ky. Qëllimi i saj është të korrigjojë një pabarazi në historiografinë arkitekturore, ku traditat evropiane festohen në izolim, ndërsa rrënjët e tyre më të thella shpesh injorohen ose mohohen. Përfundimi i saj në këtë libër është i guximshëm, por gjithëpërfshirës. Ajo thotë, në vend që të shohim stilin gotik si një shpikje krejtësisht evropiane, duhet ta kuptojmë atë si produkt të shekujve të shkëmbimit, përshtatjes dhe ripërpunimit përtej mes dheut. Autorja e librit gjithashtu prek implikimet më të gjëra kulturore në studimin e saj. Në një epokë të mbushur me narrativa nacionaliste dhe ksenofobe, që idealizojnë trashëgiminë evropiane si të pastër racialisht dhe fetarisht, libri i saj shërben si një kujtesë në kohën e duhur, se kreativiteti kulturor lulëzon përmes lidhjes dhe jo izolimit. Me këtë kuptim, vepra e saj është një ndërhyrje akademike, por edhe një akt politik. Megjithëse teza e autores është bindëse dhe mbështetet nga një sër shembuj arkitekturor dhe historik, disa kritika ngrihen lidhur me mënyrën e formulimit të saj, metodologjinë dhe pozicionimin historiografik të librit. Një nga kritikat kryesore është se libri i autores shtrihet përtej asaj që faktet mbështesin. Ajo shpesh përdor termat islamik dhe saracenas për të përshkruar veçori arkitekturore që ose i paraprin islamit, ose vijnë nga tradita më të gjera bizantine apo helenistike. Kjo paqartësi terminologjike e dëmton deri diku forcën e argumentimit të autores. Titulli i librit po ashtu të vjedhësh nga Saracenës për disa studiues shfaqet problematik. Ai sugjeron një marrëdhënie shfrytëzuese që rrallë herë ka qenë aq drejt për drejt ose e ndërgjegjshme. William White komenton, të kopjosh një veçori arkitekturore nuk është vjedhje, lëre më plaçkitje. Në vend që të ndihmoj argumentin, ky titull i zgjedhur nga autorja mund të shfaq më tepër retorik se sa përshkrim të saktë historik. Po ashtu shumë nga lidhjet që autorja sugjeron midis arkitekturës evropiane dhe asaj islame beten paralele vizuale interesante, por shpesh mungon dokumentacioni konkret për rrjedhjen e ndikimit. Në disa raste, lidhjet janë të tej zgjatura apo të tej shtrira, si për shembull ajo mes Big Benit në Londër dhe minares së Alepos. Shumë autorë të tjerë kanë argumentuar se ndikimet shkonin në dy drejtime, por autorja jep më shumë hapësirë ndikimit nga lindja drejt perëndimit. Po ashtu, sfondi i përplasjes fetare i pushtimeve dhe kryzatave shpesh nënvlerësohet në emër të një narrative më harmonike dhe ndërkulturore.
Megjithatë, pavarësisht këtyre kritikave, libri mbetet një kontribut i vlefshëm që sfidon narrativat e trashëguara dhe kujton se shkëmbimi kulturor ka qenë gjithmonë pjesë thelbësore e zhvillimit të dijes dhe artit. Si përfundim, libri Të vjedhësh nga Saracenët është një libër kurajoz dhe me rëndësi të madhe. Autorja Diana Dark arrin të hap një diskutim të nevojshëm mbi ndikimet e shpërfillura të botës islame dhe lindore në trashëgiminë arkitekturore evropiane. Megjithatë, me gjithë disa egzagjerime konceptuale dhe boshllëqe në prova, libri është një kujtesë e fuqishme se kulturat njerëzore janë gjithmonë të ndërlidhura. Në një kohë të rikthimit të nacionalizmit dhe esencializmit kulturor, vepra e Dark qëndron si një dëshmi e rëndësishme për ndërthurjen e arritjeve njerëzore dhe për natyrën e përbashkët të trashëgimisë kulturore. Pavarësisht të metave, ajo provokon në kuptimin më të mirë, na shtyn të rishikojmë me kujdes dhe pa parajgjykime ndërtesat që shpesh i kemi marrë si të mirëqëna evropiane.